Përveç masi marketingut provë është edhe kjo çështja organizative, 7 euro një bilet. Kostos në 7 euro Edhe kjo është pjesë e organizimit. Mendoj që ata diskutojnë edhe kjo Klubi, që për shembull Ballkoni ka organizu transport për të fazë në soare ka. Po. Shumë e thjeshtë ka qenë. Shishoni, unë në një ndeshje kom pas rast me pa në një shtet, ku para hymjes të presin ata shitësit apo ata të dera me një flamur kombëtar me buzëqeshje, e me flamurin falas, hinë brenda, e krijon ambient relaksus, është një lloj kënaqësie me hinë me mbështet dikon në pjesën ku është pjesa e futbolldashëve, jo në tifozerinë atje ku të na fatkeqësisht shumë shpesh shohim edhe shok bombë. Vish një sen. Unë kujtuat një rast në Jugosllavi kur ka luajtur Prishtina ti dush me majt me armamisa ke qenë edhe aktiv. Ka qenë një qësi reklame që po thuti kush e ka pas flamurin, shallin apo dresën e ka pas hymjen gratis. Një loj Prishtina pa të luj. Është një farë lloj reklame, sepse unë që veç një rast ta japi, kum shkoj kum qyr ndeshjen Kosovë-Suedi. Para mena, golla e dytë në cëllë minutë ka ra. Minutën e 35 dhe i pa të qunë shkun me ongër Sendviqa. Po çfarë tifozi jeti? Çfarë tifozi jeti? Se po në gollën e dytë e që apru. Mos ma quj ato tifoz. Derë në këmish me tesha, po veshe bre një majist kaltërt, një majist dverë, simbolit Kosovës, mere një kamele. E për që ta po du me thonë që tradita